Një aeroplan me 242 pasagjerë në bord është rrëzuar në një zonë të banuar pranë aeroportit në Ahmedabad të Indis. Gazeta Times of India raporton se një avion Boeing 787 Dreamliner i Air India me destinacion Londron u rrëzua menjëherë pas ngritjes nga aeroporti ndërkombëtar Sardar Vallabhbhai Patel. Pas aksidentit, pamjet e frikshme nga toka tregojnë një re të madhe tymi të zi që del nga vendi i rrëzimit. Ekipet e emergjencës janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes. Websajti i gjurmimit të fluturimeve Flight Radar thot në X: ne po ndjekim raportet për një rrëzim të fluturimit AI-171 të Air India. Ne morëm sinjalin e fundit nga avioni në orën 8:08, vetëm disa sekonda pas ngritjes. Ministri i Brendshëm i Indis Amit Shah ka zhvilluar biseda urgjente me kryeministrin e Gujarat, ministrin e Brendshëm të Shtetit dhe komisionerin e policisë, duke u informuar për situatën dhe duke garantuar ndihmë të menjëhershme nga qeveria qendrore. Autoritetet janë duke hetuar shkakun e aksidentit, ndërsa deri tani nuk ka të dhëna të konfirmuara për numrin e viktimave apo të lënduarve.